Erdëm, edhe ca e kanë fatin që kanë fatkesin, le të themi, të bëjnë një emision në mëngjesit, e ca të tjera kanë fatin të udhtojnë botën, edhe të shtojnë eksperiencat e bukura në jetën e tyre, ashtu si që është edhe rasti i Arsim Lugollit, ai cili është aventurier. Mirëmëngjes, të përshëndesim Arsim. Mirëmëngjes, përshëndetje edhe juve. Po më çudit që po të shoh brenda ambienteve të shtëpisë, se thash, okej, vërtet është mëngjes, po ju që keni jetën plot me aventurat dhe që udhëtoni në çdo cep të botës, mendoja që do të gjenim diku jashtë në këto momente, do të ishe duke eksploruar, se me sa kam parë nga postet e tua në rrjetet sociale, je diku në jug të Shqipërisë apo jo? Isha në jug, po tani jam në Suedi, ku banoj. Je kthyer? Në Suedi. Po, e mbarova eksplorimin atje në rrugë, kështu që pak pushim duhet dhe nga njerë, jo vetëm në për rrugë, në për eksplorim. Po duhet pak postojnë shumë brapa videot, editimet, dhe jo gjatë udhëtimit, dhe ne edhim se është në jugaj. Arsim, je një super djalë që ka zgjedhur ta shijojë jetën e tij dhe të udhëtojë në për vende të botës, dhe deri tani ti numëron rreth 60 vende të tjera. Mbi 60 kam përshtypjen. Dhe më trego pak, si ka nisur të ty pasioni për udhëtime dhe ke nisur relativisht vonë, pra këto udhëtimet janë brenda një kohe të shkurtër apo janë gjatë gjithë jetës? Udhëtimet, secili nga ne i pëlqejmë në një mënyrë, po unë më së pari kam fillu ta eksploroj Shqipërinë dhe Kosovën, nga vite, më thënë, jam nga Prishtina, disa vite atje kam eksploru. Pastaj vitet e fundit kam fillu ta zgjeroj pak eksplorimin dhe ta shoh botën. Cili ka qenë Arsim një vend i cili të ka lënë vërtet mbresa? Nga këto 60 shtete, nga ato 60 vende që ti ke vizituar? Është shumë vështirë ti veçoj, domethënë se kur nisem në një udhëtim, gjithë nisem me pozitivitet dhe i shoh gjithmonë ato gjërat e mira, pasi secili vend ka gjëra domethënë negative, po mundohem ti mbylli syt kur ti shoh ato gjanat negative dhe ti shoh vetëm pozitive. Janë 3 shtete që më kanë pëlqyer më shumti, është Ruanda, Kazakistani dhe Omani që i kanë vizituar, që më kanë lënë mbrez domethënë. Kazakistani e para kush ishte? Ruanda në Afrikë. Afrikë. Po, çfarë ke pëlqyer ti te këto 3 vende specifikisht? Pra çfarë të bën ty më shumë përshtypje sa herë udhëton? Nëse flasim për këto 3 shtetet, janë Ruanda, domethënë ka një pastërti super, domethënë është shumë e pastërt, edhe pse është në kontinentin afrikan. Po, njerëzit janë shumë miqësor, siguria është shumë e madhe, edhe ka një natyrë shumë të bukur. Interesante. Si zgjedh ti vendet para, domethënë kur bën atë listën tënde të dëshirave të vendeve që do vizitosh, si zgjedh se cilin vend do shkosh? Domethënë çfarë kriterësh duhet të ketë një vend, apo mjafton të jetë vend i ri për ty dhe shkon e viziton? Mua më pëlqejnë këto vende që s'kan shumë turistë, domethënë që janë të pa eksploruara në mënyrë, edhe pastaj në rrjetet sociale shohin njëri apo një dikush këto avanturiera që kanë bërë në udhëtim, edhe pak edhe marr ndonjë kështu inspirim nga ata dhe pastaj vendosi se ku dhe cilin shtet ta vizitoj. Arsim, cila është kultura më e veçantë që ti ke njohur nga gjithë udhëtimet e tua? Një kulturë që ty të ka tërhequr vëmendjen, që mund të ishte shumë ndryshe nga jetesa jon, po prap shumë unike dhe shumë e bukur në llojin e vet. Kulturat janë domethënë se cili shtet, se cili ka atë kulturën e vet dhe është shumë vështirë të veçoj, po si udhëtime, si kultura, si eksperiencë është Afrika, domethënë që më ka lënë shumë përshtypje, pasi që kam vizituar diku 11-12 shtete në Afrikë. 12 shtete në Afrikë. Është një eksperiencë shumë e bukur ta vizitosh Afrikën, një diçka që të lënë brez, domethënë edhe më shqetëson shumë gjëra që jeta nuk është si në Evropë. Si ishte përditshmëria në Afrikë, kur flas për kulturat në vijim të pyetjes që të bëra, me se merreshin vendasi, domethënë cili ishte biznesi apo të ardhurat e tyre kryesore, industria kryesore, është aq e varfër sa ne e shohim Afrikën?
është interesant, domethënë flasim për qytete, Afrika nuk është si që shohim ne për televizion apo rrjetet sociale. Afrika në për qytete është shumë e zhvilluar, po pastaj kur të shkosh në për fshatra apo zona më të thella, është si të thesh në kohë domethënë 100 vite mbrapa. Okej. Ka shumë dallim. Pra fshatrat dhe zonat jo urbane mbase janë më pak të zhvilluara. Po ti the përmende edhe Kazakstanin, apo jo? Nga Afrika në Azi. Po, Kazakistani, domethënë Azia qendrore në përgjithësi, se i kam vizituar shumë shtetet atje, po Kazakistani ka lënë brez pasi që është një vend me një natyrë fantastike, njerëzit shumë mitësor, edhe lehtësia për ta eksplorosh Kazakistanin është shumë e lehtë. Domethënë avionat janë shumë lirë, trenat po ashtu funksionojnë në mënyrë shumë të rregullt, çmimi shumë i lirë, pastaj në për qytete mund të udhëtosh me taksi, një çmim shumë i lirë, kështu që Kazakistani njerëzit sidomos janë shumë mitësorë. Po, Arsim, dhe nëse flasim pak për shpenzimet, cili ka qenë udhëtimi më i shtrenjtë që ti ke bërë deri më sot, që realisht ke shpenzuar mbas edhe për tepërçmërive të tua? Po, se ne shqiptarët tu e kemi mendje. Patjetër. Përgjithsisht, aventurierët si ju zgjedhin vende të cilat deri diku të nuk kanë shpenzime të tepërta, duke qenë se ju keni më shumë primar të shijoni ambientin se sa luksin, por kam përshtypjen që në një shtet të shtrenjtë ju e keni kaluar. Unë mundohem gjithmonë të udhtoj buxhet, domethënë të marr hotelin, domethënë mesatare, jo edhe të lira, po edhe të shtrejta, po vendi domethënë ose udhtimi më i shtrenjtë ka qenë tani kur isha në dhjetor në Afrikën perëndimore. Okej. Ku vizitova Senegalin, Gambin, Sierra Leone edhe Guinea. Atje ishte shumë shtrenjtë, në hotelet ishin 100-150 euro nata, ushqimi jashtëzakonisht shumë i shtrenjtë. Po ashtu një bilet avionit që e bleva 1.700 euro, kështu që kjo ishte udhëtimi më i shtrenjtë. Ka qenë udhëtimi më i shtrenjtë. Kishte të bënte sezoni apo vetë vendi i tillë aty? Gjithmonë. Nuk i di, është shumë e çuditshme ajo zona, domethënë ose pjesa e Afrikës është shumë e shtrenjtë. Dhe kam dëgjuar nga shumë njerëz që flasin domethënë për këto zonat e qyteteve, hotelet, se ty është domethënë një zonë më thellë për fshatra është ekstrem lirë. E bën ti një llogaritje se sa të shkojnë shpenzimet në vit vetëm me pushimet që bën? Apo nuk e mendon asnjëherë këtë gjë? Nuk kemi deri diku po jo fikse kështu. Se ta mendosh ashtu s'bën udhëtime. Na e thuaj me përafërsi atëre. Them drejtën, ndoshta është vështirë, ta dish si thash sakt, po diku ndoshta 50.000 euro. Sa more? Diku të 50.000 euro në vit për pushime. Flasim sa shtete brenda vitit? Po tani vitet e fundit i kam bërë dikon 15-20, ndoshta. 15-20 shtetë. Brenda vitit. 15-20 shtete. O, Arsim, po. 10-15. Qa punë e bën Norvlla, ta dim dhe ne të tjerë. Si siguron të ardhurët? Një kompani kam të vogël të në Suedi që punoj me rroba sportive për hiking edhe për skiim. Kështu që mundohem të punoj sa ma shumë kur t'jem në Suedi, pastaj kohën tjetër ta shfrytëzoj për të eksploroj. Dhe ti e ke pasionin për hiking, apo jo? Përveç rrobave. Na i trego pak si ka qenë eksperienca jote. Se s'është aq e lehtë. Se tash unë eksploroj shumë, domethënë shumë gjëra, hiking, domethënë qytetet, fshatrat, më pëlqejnë këto gjërat që janë pak më të veçanta. Hiking kam bërë, domethënë kam qenë në base camp Everest, që është dikun 5300 disa metra. Malin Everest. Pastaj kam gjitur malin Kilimanjaro, malin Teide në Spanjë, kështu që po, më pëlqen hikingu dhe... Arsim, ekziston një lloj informacioni në rrjetet sociale që duket pak makabër dhe thuhet që të gjithë sportistët apo qytetarët që zgjedhin bëjnë hiking në Everest, shohin edhe kufoma rrugës apo skelete. Po, ajo është në lartësinë më të lartë. Po, nuk e di ku je gjetur ti dhe nëse të ka rastisur diçka e tillë? Jo, unë jam gjitur domethënë deri në base camp që është jo më lart. Nisja për majën e lartë atje.
edhe nuk kam pa kofoma, se kjo pjesa poshtë, do me thënë, deri në 5380 metra, nuk është e ekstreme. përballueshme për trupin. Po. Më lartë jo, se ka të bëjë dhe ortekët në i herë. Po. Arsim, duke qenë se le temi folëm për vendet që janë të sigurta, siç ti përmende, po vendet që kanë qenë të rrezikshme, që mund të jesh përballur me situata të çuditshme. Ndodh më rëndomt në Milano apo në Barcelonë që ka pafund hajduta të cilat vjedhin çantat apo portofolat, po mbase diçka më e paparashikueshme për ty ka ndodhur? Ka ndodhur një herë që isha në Afrikë dhe pastaj erdha në Milano, domethënë, edhe si hysha aty në metro, domethënë të bëjshin atë sinjalin që kujdes për çanta, për këto gjëra tjera. Që domethënë ka dallim Milano me shtetet e Afrikës, edhe pse është në Evropë, një pasiguri në shumë shtete të Evropës, nëse i krahason me Afrikën. Po edhe Afrika i ka ato rrezikshmëritë e veta, domethënë, po gjithmonë ruam, domethënë. Pas një kohe e bën një provojë dhe nuk hyn disa lagje që janë më të rrezikshme, gjithmonë e ke një kujdes. Ti udhëton vetëm apo ke shoqërues? Si them, kam shoqërues, po edhe vetëm udhëtoj shumë. Okej, edhe vetëm. Të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë incident i vogël, ndonjë vjedhje, ndonjë ku diun, ose të jesh ndjer i pasigurt, ndonjë ndjekje, nuk e di. Edhe të i detyruar të largohesh nga ai vend. Ishte tani kur isha në Gambi, domethënë isha me një shok edhe ishëm kaluam nga një fush e vogël futbolli dhe ishte një koncert aty. Edhe s'keshim rrugë të kalonim dikon tjetër, duft hyn përmes turmës njerëzve, edhe ishin dikon ndoshta 5000 njerëz, edhe atu domethënë deshën disa djemë trit na vjedhin telefonat, portofolin e këto gjëra. Ishte një situatë shumë e sikletshme. Tentuan apo? Tentuan. Thjesht tentuan, nuk arritën dot t'ja u merrni. Jo, për fat të mirë ishte një restoran afër aty dhe hynëm aty se ishte një situatë shumë e sikletshme. Në Gambi. Për fat shkoi gjithçka mirë. Si reagojnë të huajt? Ose në Afrikë të paktën kur mund t'jesh prezantuar që i ke thënë që je shqiptar. Cili është reagimi i parë që merr? Po shqiptar, domethënë, ndoshta edhe një pjesë e madhe dhe nuk e njohin ku është. Me të drejtë. Po ata që e njohin, domethënë, shqiptarë si shqiptarë, e kanë një emër pak më të rrezikshëm, domethënë janë si të them. E keni akoma të njollën thua ti që mendojmë që jemi të rrezikshëm, vrasim, bëjmë. Po. Ndonjëherë ky është mekanizëm i mirë mbrojtjeje. Të paktën ndonjëherë pasi mbroj kjo. Nuk është as pak e vërtet dhe duhet thënë kjo gjë. Më tepër kanë ndikuar filmat. Po gjithmonë tregojmë domethënë që çfarë vendi jemi, çfarë natyre kemi, si është, si vend shumë i sigurt, që domethënë përfaqësojmë Kosovën dhe Shqipërinë atë mënyrën më të mirë. Po, Arsim, ti the pak më parë 3 vendet që të kanë pëlqyer më shumë. E para ishte Ruanda, në mos gaboj, e dyta Kazakstani, e treta nuk e kapën. Omani, prap në Afrikë. Po, janë vende në Afrikë. Okej, po Omani pse të ka pëlqyer shumë? Është një vend, domethënë ta krahasosh se Omani është afër Dubait dhe këtu në Katar, ka ruajtur një kulturë shumë të bukur, nuk ka ndërtesa domethënë të mëdha, dhe është një vend fantastik për me vizitu, ku kultura, domethënë njerëzit miqësor, ushqimi, janë gjitha që bën bashkë dhe... Ti ke qenë në Dubai, apo jo? Jo, në Dubai s'kam qenë tani në Katar kur filloj, jo. Janë vende ku shkojnë të gjithë, nuk i do aja. Përse nuk e ke vizituar ende? Nuk e di nëse është pjesë e listës tënde, në 100 shtete që do të vizitosh, po pikërisht pse nuk e ke vizituar Dubai, duke qenë se ke qenë afër? Për shkak të gjithë komercialitetit që është krijuar, rich life, pra jetesës shtrenjtë atje, apo? Si ka ardhur dhe rradha ndoshta, po edhe nuk të më tërheq, duket shumë artificial, duket një... Nuk të tërheq. Jemi shumë të vendet bio me natyrë. Shiko, përmendoj pak më parë edhe ushqimet.
Edhe patjetër ne shqiptarët kemi ushqim shumë të mirë, po jemi dhe pak të zgjedhur. Edhe këto ushqimet që mund të jenë të ndryshme me erza me gjëra nuk i përqafojnë fort. Më trego pak ushqimet që ty të kanë bërë më shumë përshtypje ose kanë qenë shumë vështira, nuk e di çka ke provuar nëpër botë. Ushqimet më të vështira ishin në Nepal, domethënë kur unë gjitëm në Everest Base Camp. Nepali është shumë i çuditshëm për ushqime, domethënë është kanë erza, domethënë është i vështirë të hash ushqimin e tyre. Kurse ushqimi më shumë që më pëlqen është në Azinë Qendrore, në Kazakistan, Uzbekistan, Tagjikistan, bëjnë një ushqim fantastik. Ke provuar ndonjë mish krokodili, që janë të çuditëra që shohim brutall? Jo, mish krokodili jo, po në Uganda kam provuar. Ne në Kosovë thojmë karcylla, janë disa që këta që kërcejnë. Karkaleca? Gjyrë të velë. Karkaleca, po. Si ishin? Ata që kërcejnë, domethënë, edhe ishin të frituar, ishin shumë të mirë, si të gjova kanë proteina shumë, që... Karkaleca toke fritur. Shumë interesante, shumë gjë e bukur. Dhe duke qenë se ti ke synim që ta shtosh listën tënde të vendeve me 100 të plot, pra ta përmbushësh 100, nuk e di çfarë ke të radhës pa vizituar, çfarë të ka mbetur, çfarë ke synim? Të radhës nuk kam planifikuar akoma, përse mu pëlqejnë këto udhëtimet, domethënë spontane. Planifikoj një javë më përpara dhe iku dhe pastaj gjej një bilet kështu lirë. Kështu që tani për tani... Më shumë e fokusuar në Afrikë dhe në Azi, me sa kuptojmë, apo jo? S'ka pëlqyer shumë. Tani për tani po. Po besoj që edhe Amerika Latine s'kam qenë asnjëherë, po kam dëgjuar që është shumë e bukur. Po, interesant. Kështu që ta shohim. Arsim, nuk e di nëse je i martuar, ke fëmijë, grua, dhe si ke relatat me to kur bën këto udhëtime që zhdukesh nëpër botë apo i merr me vete? Unë i kam 2 fëmijë, janë të mëdhej, domethënë vajzën kam 23 vjeç, çunin i kam 18 vjeç. Jam i divorcuar, kështu që i kam dyrë të hapur. Ka përshtypjen disa nga udhëtimet do t'i kesh bërë me djalin apo jo, si që nga një moshë adulte tashmë? Po, bëj edhe me vajzën edhe me djalin. Domethënë tani me djalin i qra në Katar, Kuvajt dhe Bahrain, ku edhe na zëri lufta atje. Kuam 14 ditë në Katar. Kështu që edhe ati ishte një eksperiencë, domethënë. Si e përjetua tu? Trembët, me njerëzit aty? Fillimi ishte, ditë e para ishte shumë i vështirë, pas të vishin alarmet, vishin ato raketat, domethënë sipër. U dridhshin hotelet, lokalet, gjithë ato, po pastaj pas disa dite e morën vetën edhe po normalizua, u bë një. Qëndruat në përbaza strehimi apo patët mundësi edhe të dilnit, se frika ka qenë e madhe të paktën në ato momentet e sulmeve të para? Qëndruan ato ku ishëm në hotel, domethënë, po shteti Katarit e na gjej shumë mirë situatën, edhe jeta vazhdoi këtë, domethënë, dilshëm rrugëve, po gjithmonë ishëm me kujdes edhe gjithmonë vishin, për shembull, kur vishin këto raketat, vishin alarmi në telefon, kështu që ishte e menaxhuar shumë mirë. Fantastik, e rëndësishme është që ja keni dalë paqe dhe keni arritur të vazhdoni edhe jetën tuaj me udhëtimet dhe të sigurt patjetër. Sa interesante na ke bërë zili të gjithëve o Arsim me gjitha këto qëndave dhe të paktën nga biseda me ty, le të themi që arritëm dhe ne të udhëtonim pak në përbot. Vërtet, edhe kuptuam dhe diçka tjetër që në rast se dhe ne duam të udhëtojmë 10-15 shtete në këtë vit ose vitin e ardhshëm, na duhen 50.000 euro. 50.000 euro dhe ku ishin vendet më të sigurta mbi gjitha, se kjo kishte të bënte shumë. Atë hajde se paralegve është opsioni i fundit me thënë të drejtën, po hajde të paktën na inkurajove që dhe ne të fillojmë çik të kursejmë për të realizuar qëllimet tona për të udhëtuar, se tek e fundit janë eksperienca edhe në fund numëron eksperiencat dhe jo lekët apo jo. Arsim, faleminderit shumë. Ajo është ajo gjithmonë, domethënë eksperiencat si llogaritet, nuk është të thënë të shkosh në Afrikë, po udhëtimet janë bukura. Udhëtimi është në shkollë në vete që i sugjeroj gjithmonë të bëjnë udhëtim. Janë kënaqësi shpirtërore që merrni, kjo vlen shumë mendoj unë. Vërtet për mbushin jetën. Ishte kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Të përshëndesim dhe të pafshim avioneve mondial. Sa më shumë eksperienca të reja. Mirupafshim të bukur.
Sa bukur, ka Se lezetë. ngel mendja aty teatru të Ruanda dhe këto 3 vendet që ai I zgjodhi. pëlqen ti këto. Duhet i di se nga eksperienca, dhe më thënë, nga një person që ka udhëtuar 60 vende, duhet di se kush janë 3 vendet që kanë lënë më shumë bresa. Edhe i mora. Kush vend ishte i pasigurt që kishte ndodhur ky sulmi? Pasigurt, jo. Nuk është se- Gambi, më duket që kishin tentuar. E po prandaj s'shkoj unë, s'është i pasigurt, jo se s'kam lekë. Edhe unë nuk shkojnë në Senegal se që shumë shtrenjtë. Po ja ti s'pas ke lekë domethënë. Ikim shumë... Jo aq sa për të shkuar në Senegal për... Se ne muhabetet dhe udhëtimeve kështu themi, do bëjmë udhëtime dhe asnjë gjë s'bëjmë. Kismet, dëshirat. Ikim reklama, vim pas pak.